Përshëndetje dashur miq. Sot në Tiranë ishim mbledhur historian, analist, politikan të gjithë enverist ose me preardhje familje enveristësh dhe kujtonin datën 4 shkurt 1944 ku sipas tyre Xhafer Deva dhe Kadri Sakrani kishin kryer një masakër. Këta enverist të kryesuar nga kryetari ose deputeti dhe kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla dhe disa deputet enverist të tjerë diskutonin rreth asaj ngjarje. Askush nga këta nuk e di të vërtetën e asaj ngjarje, referohen gjithmonë historisë së shkruar të historianëve enverist dhe askush nuk e di çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur dhe çfarë është bërë në Tiranë ato ditë. Ngjarja është tashmë e zbardhur. Tashmë ku historia nuk të lejon që ti të fusësh duar tek ai thesi dhe të nxjerrësh vetëm materialet që do ti. Jo. Sot janë të hapura arkivat, janë të hapura burimet e tjera të kujtime e kështu me radhë, ku çdo kush mundet të mësojë të vërtetën. Ngjarja ajo është një ngjarje terroriste, e kryer nga disa nisi nga një sitet guerile që në fakt ishin një sitet terroriste, të diligjora nga Moska dhe Beogradi, po kryesisht nga Beogradi, të cilët operonin në Tiranë dhe me urdhër dhe me lista po deshët ju të patriotëve, nacionalistë dhe të ministrave të kohës, kërkonin të kryenin atentate. Data 3 shkurt ka qenë data ku kryen 2 atentate. Një do i kryej ministri të brendshëm në atë kohë Xhafer Deva dhe tjetra komandanti të përgjithshëm të forcave të ballit kombëtar për jugun Kadri Sakrani. E imagjinoni ju sot, sikur grupe terroriste të kërkojnë të vrasin ministrin e brendshëm, çfarë do ndodhi? A do quhen terrorist? Dikush tjetër të kërkojë të vrasi komandantin e ushtrisë ose shefin e opozitës, a quhet terrorist? Padyshim që janë terrorist. Dhe kjo nuk kam asnjë dyshim sepse ata të cilët kryen këtë atentat në datën 3 shkurt ishin terroristë. Padyshim këta i kanë bërë heronj, por në fakt nëse do ta shikonim në gjuhën juridike, ata ishin terroristë. Dhe terroristët në të gjithë botën që kryejnë akte që të vrasin ministra e kështu me radhë, padyshim që do marrin ndëshkimin dhe dënimin apo dënimin e merituar. Kështu që dhe ngjarja e 4 shkurtit nuk ishte gjë tjetër, veç se ishte një përgjigje ndaj terroristëve të cilët donin të vrisnin qoftë ministrin e brendshëm, qoftë komandantin nacionalist Kadri Sakrani. Unë nuk e pres këtë çdo 4 shkurt. Padyshim që unë ju kërkoj dhe u kam bërë thirrje të gjithë të japin atë listën e famshme të tyre 84 emrave, që një palaço si Taulan Balla dhe një palaço të tjerë deputet aty dhe të tjerë që se kanë ide fare çfarë ka ndodhur dhe i referojnë gjithmonë historisë komunizmit, referojnë 84 e dëshmorë e kështu me radhë. Kush janë 84? Ata që kanë vdekur nga Zoti, ata që i kanë mbledhur të cilët nuk gjenden, nuk dihen as nga kishin ardhur, apo ata të cilët u vranë sepse si kundërpërgjigje ndaj veprimeve të tyre terroriste ndaj ministrit brendshëm dhe komandantit ballit kombëtar. Dhe njerë, o Taulan Balla, ti je një terrorist i vogël sot në vitin 2026. Mjerimi të ka mbuluar, ty dhe partinë tënde që je një parti krejt terroriste e ke treguar prej vitit 41 deri sot. Dhe terroristët si puna juaj, atere ju jeni terroristët e rinj, ata ishin terroristët e vjetër të cilët bënin akte terroriste. Ju sot në 2026 jeni terrorist shtetëror. Imagjinoni çfarë ku jeni katandisur, ku përkujtoni ngjarje të cilat kanë ndodhur 81 apo 85 vite më parë, për shkaqe që s'ka asnjë lidhje as me dëshmor, as me atë asgjë, po janë krejt për arsye partijake dhe të shtyra nga Beogradi. Hajde mirupafshim Taulan dhe vazhdo gënje idiotët që të dëgjojnë ty na pas.